Një minutë po presim sekretarin e po fillojmë. Në mbrojtën njëra kemi forum, besoj që tu veç në siguru. Më dhe me drejt botën, se kemi... Mira të ndërkohë sigurisht vjen sekretari, Lianit ju përshëndes të gjithë dhe fillojmë me punimet e mbledhjes së radhës së Senatit. E keni marrë rendin e ditës, sipas praktikës ndoshta që të kursejmë kohën, nuk po I lexoj pikat e rendit ditës, pa humbur kohë po e hapi diskutimin lidhur me rendin e ditës, dhe shërën dikush ta merr fjalën. Dekani Fakultet Filozofik, për ja dëgonin. Faleminderit doktor. Në qenë se nga dhia fundit me çështjen e pronës së universitetit nuk është mbajt asnjë mbledhje e Senatit. Nuk po duhet kthehena mbrapa edhe të potencojmë reagimet që I kemi pas edhe si njësi akademike dhe si dekani kemi diskutuar shumë çështje edhe në kolegjiumin e dekanëve. Pa dash me adresu kush ishte trajtor apo çka, duhet të marrë informacion nga ju dhe duhet ta di se çka keni ndërmarrë deri me tash nga ajo kohë kur erdhi vendimi I gjykatës lidhur me pronën e universitetit dhe ai keni marrë të gjitha masat që prona e universitetit të kthehet titullarit për shkak të grabitjes që ka ndodhur nga regjimi. Unë ju e dini që Senati është instanca më e lartë akademike, kuptohet, por duke ditë se edhe si rektor para se më marrë të marrë pëlqimin e këtij Senati, edhe ai këshill drejtues para se më marrë ka marrë pëlqimin e këtij Senati, konsideroj që është e nevojshme që të jepni një raport lidhur me këtë çështje, ose nëse si jeni të gatshëm sot, thirrët në mbledhje e veçantë e Senatit që të diskutohet vetëm kjo çështje që ka të bëjë me hapësirën e universitetit, të cilën patë ne nuk bëjmë aktivitet. Nuk është në ambite, po tash si e shihni të rrugës, sot apo një ditë tjetër të mbledhje për këtë çështje të diskutojmë edhe të gjendet një zgjidhje. Faleminderit, dëshironi dikush tjetër fjalën? Urdhën senatori I Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike. Faleminderit, zoti rektor, një të përshëndes gjithë për pjesëmarrje. Unë kam një vojtë të vogël lidhur me pikën 6. Unë po jam një që e kemi nisë me shërtu
vendimit e ankesave, mirë po këtu përshë që keni fillu vetëm me vendimet e ankesave nga Inspektorati i Punës. Dhe kur është fjala e fimi, për shembull, keni fillu me pozitën e 18, jo edhe 6 pozita tjera, ju e keni një vendim për Inspektoratit për i datës 27 korrekt, Inspektoratit të Arsimit, e cila nuk është shërtu ende. Plus, nga sot ose nesër presim edhe një vendim tjetër të Inspektoratit të Arsimit. Ju keni fillu me pozitën e fundit, ndërsa i keni edhe 6 pozita për para. Ndërë shumë dikush tjetër, qofse atër vetëm pak sqarime sa i përket çështjes parë, ky është organ akademik, na i kemi mbajtur të gjitha instancat, të gjithë jemi të informuar për procedurën se si ka shku, natyrisht fatkeqësisht që është mundu të keqpërdoret, pikërisht duke kërku prej ti menaxhmenti, edhe pse ne s'kemi qenë atë kohë, ndoshta ata që kanë keqpërdor kanë qenë në menaxhment, por silo që tjetë është qëndrimi ynë që të mos ndalen ato. Ne kemi kryer të gjitha procedurat. Nëse dëshironi, të caktojmë një mbledhje të veçantë edhe të japim një raport. Krejt mediat janë të informuar. Prandaj në mbledhjet e ardhshme caktojmë një mbledhje enkas për këtë, edhe do të raportojmë. Sa i përket çështjes së dytë, shqiptani, na kemi pas një konkurs që vërtet ka qenë edhe koha shkurt, që në konkurs është para pa për 6 muaj të kryet. Dhe kanë me disa raste që s'ke mujt mi kry. Për shkak të gjithë vëllimit madh punëve, dhe në konkurs ka shkruar se në qoftë se të gjitha landet nuk mund të shërtohen, brenda 6 muajve duhet të shpallet konkurs. Dhe natyrisht ne do të shpallim konkursin. Mirë po disa kandidat janë ankuar dhe natyrisht Inspektorati i Punës ka marrë vendim që t'i rishërtojmë. Për ato raste që Inspektorati ka marrë vendim, ne do t'i shërtojmë. Raste të cilat nuk ka marrë vendim Inspektorati i Punës, ne nuk do të merrem me ato raste. Prandaj dëshon dikush tjetër para se ta hedhë në votim rendin e ditës fjalën. Një pikë me shtushti dhe Po. Nuk e di dekani i Fakultetit të Edukimit nuk ka shtu, po ka propozuar që të shtohet një pikë marrja vendimit për angazhimin e profesorëve të vizitojnë Fakultetin e Edukimit në nivelin master dhe doktorat për vitin akademik 2017-18. Kjo është çështje më tepër procedurale, na kemi pasur raste tjera sigurisht nuk e ka propozuar, më kohë nuk na duhet ndonjë përgatitje, kështu që nëse pajtoheni mund ta shtojmë këtë pikë të rendit ditës. Prandaj me këtë pikë, kush është që ta aprovohet rendi ditës? A ka kundër abstinim? 2 kundër. 3 kundër, faleminderit shumë. Kërkoj falje se pak jam i ftofur, po ndoshta nuk bashkëni për të madhe se një ftofi jo e mirë. Pra, po fillojmë me pikën e parë të rendit ditës. Miratimi i ekstraktit të proces verbalit nga mbledhja datës 17/2017. E keni marrë proces verbalin, prandaj hapi diskutimin, dëshon dikush ta merr fjalën lidhur me proces verbalin. Atëherë kush është që të miratohet ekstrakti i proces verbalit? A ka kundër abstinim? 20. Kalojmë te pika e dytë të rendit ditës, marrja e vendimit për caktimin e kritereve dhe numrin e studentëve për regjistrim në nivelin e doktoratës për vitin akademik 2017-18, sipas propozimit të Këshillit Qendror Studimeve Doktoratës dhe në pajtim me rregulloren në fuqi. Të gjithë dimë se jemi në proces të regjistrimit, dhe të shpalljes së konkursit për regjistrim të studentëve doktoratës. Jeni informuar me kohë, kemi kërkuar numrin, natyrisht numri është kërkuar që të jetë në harmoni me vendimet e Agjencionit për Akreditim, dhe ajo është respektuar. Këshilli Qendror i Studimeve Doktoratës ka marrë mbledhjen e vet, i ka shqyrtuar kriteret dhe numrin, prandaj unë pa humbur kohë kisha kalu fjalën profesorit për shkencë. Ata në këtë fjalën. Pra,
Komisioni Qendror i Studimeve Doktoratës ka mbajtur, ka shqyrtu mjedhjen paraprake numrin e studentëve, kësaj radhe është marrë edhe me kriteret e regjistrimit. Dhe propozimi është që numri i studentëve të shkojë ashtu sikur që janë propozuar nga njësitë akademike, përveç se te rasti i Fakultetit të Edukimit, me që programi i akredituar është doktorantur nga edukimi. Pra, për këtë arsye të mos figurojnë si drejtime të veçanta, as në konkurs, as natyrisht as kur pishohet diploma eventualisht përfundimtare pas doktoranturës, po të jetë do të thotë një drejtim ashtu si është i akredituar. Dekani i Fakultetit të Edukimit sot nuk po shoh as senatorin, po ju mbetet tyre tash ta rregullojnë si ta bëjnë konkursin, me që ka mundësi se ju duhet numër të caktuar, për shembull nga matematika dhe nga gjura shqipe numrat ndryshme si ta bëjnë renditur. Çështja e dytë është te kriteret e regjistrimit. Kriteret e regjistrimit që kanë ardhur, pra më së pari këshilla e Komisionit Qendror është që të respektohet rregulloria. Kriteret e regjistrimit që na kanë ardhur nga njësitë akademike, ato që do të shpallin konkurs, kanë kryesisht dy çështje që dëshirojnë të kenë specifike. Mënyrën e poentimit të gjuhës angleze, një, dhe pragun. Pra, sa është pragu në cilin nuk do të pranohen kandidat. Në konsultime me menaxhmentin e me sekretarin, po na duket ne gjithve që ndoshta zgjidhja do të ishte që të figurojë diçka e tillë, 40 pikë nga publikimet paraprake, 40 pikë nga provimi varësisht si duan të organizojnë njësitë akademike, aty vjen edhe intervista, edhe eventualisht kërkesa për një plan të studimit që disa fakultete insistojnë ta kenë, kurse 20 pikë janë nga gjuha angleze. Pra në këtë mënyrë gjuha angleze të mos hyrë njëra ose tjetrën, po të ketë 20 pikë. Po m'duket kjo nuk ka ndërhyrje me rregulloren dhe i plotëson shumicën e trashtet e përbashkët për kërkesat e njësive akademike. Natyrisht mjetët që kjo sot votohet. Nga ana tjetër, decidivisht Komisioni Qendror ka qenë kundër përcaktimit të një testi, çfarë do të qoftaj si kriter eliminues për gjuhën angleze. Do të thotë mund të jetë testi, mund të pranohet si provim për gjuhën angleze, po njësitë akademike janë të obliguara nëse duan ta vlerësojnë gjuhën angleze që të organizojnë provim nga gjuha angleze paralelisht me pranimin e diplomave lëshuar nga autoritetet tjera që mund t'i pranojnë, po jo t'i kenë përjashtues. Më duket e përmbledhja pak a shumë. Shumë hapi diskutimin për dekani i Fakultetit Mjekësisë, pastaj dekani i Filozofisë. Përshëndetje nderuar rektorës për senator. Sa përket propozimit nga prorektori për regjistrimin e kandidatëve në doktoratur, ne realisht kemi bërë një propozim në shkrim, nuk e kemi ta mbylluar. Kemi vetëm 1%, nëse normalisht merret parasysh, duke pas parasysh se gjitha punimet shtetërore të mirësisë votohen 99% në PubMed, do thotë merret si revistë referente dhe PubMedi, pranohet që marrët nuk kanë qenë atë referencë si ka qenë senatit, dhe provimi pranues të organizohet edhe nga metodologjia shkencore, me që në anglisht e shkruan gjuha angleze të jenë deri në 20 pikë. Ne kemi planifikuar që të jenë 10 pikë nga gjuha angleze dhe 10 pikë nga një test që do të nënshtrohen metodologji dhe orientime shkencore. Ky është propozimi i Fakultetit të Mjekësisë, besoj që ka marrë në shkrim për rektorin Fatan. Do të thotë neve që na ka mbri që shikoni kemi në kan. Fakulteti i Mjekësisë. Kjo na ka arrit prej Këshillit Juaj. Provimi pranues do të organizohet në gjuhën angleze nga metodologjia kërkimore shkencore e fushës së mjekësisë. Po nëse gjuha angleze është kusht për gjithë rektoratin, ne nuk do të përjashtohemi nga ky kusht, po të vlerësohet me 10 pikë. Me që shkruan në konkurs deri në 20 pikë, do të thonë 10 pikë ti marrëm si ta aprovueshme nga gjuha angleze dhe 10 pikë ti lëm testin nga metodologjia shkencore.
Kam fjalën për propozimi i fakultetit Miqit, për fakultetet tjera nga specifikat e vetës. Edhe një unë e harrova ta them më përpara. Sido që të vendoset sot, është me rëndësi esenciale që kushtet në mënyrë eksakte të specifikuara të jenë pjesë e konkursit. Në mënyrë që pastaj të lehtësohet vlerësimi i studentëve mos ka probleme më pastaj. Edhe në guzojmë me dalë për regulorës. Në brenda regulorës, sipas specifikat fakultetit, mund të rregulloni ato natyrisht mbi bazën e konkursit i cili do të shpallet, sepse konkursi është institucion i cili nuk gëzojnë tani. Po pajton apo po besoj që nuk mund ndërhym rregullore në konkurs nga që vetë rregulloria e lën hapësirën në ambient. Se thotë deri në 20 pikë. Domethënë nuk e specifikon duhet të jenë 10 ose 5, po deri në 20 pikë. Atëherë ne marrim 10 në anglisht dhe 10 fjalon testit në ambient të biologjisë. Domethënë nuk ka ndërhyrje në statut të rregullore. Në rregullore kemi 60% do të jetë vlerësim nga provimi pranar. Ose janë 100 pikë total, 40% i ka vlerësimi i notës mesatare në 2 nivele dhe punimet, prezantimet bujore të tjera. Për 60% që në kupton 60 pikë 20 mund të lëni në gjuhën angleze, 40 në provim pranus nga metodologjia, jo vetë me vetë. Se 20 i ka vetëm gjuhën angleze. Nuk kem të drejtë të qasim me gjuhës angleze ose të marrim 10 pikë, po të vërejtësem në mund të lëni nga metodologjia. Dërsa propozimi fundit më bërë vlerësimi që ka qenë rregullore në fara prake, ju dini që i ka pas një vendim mbi plotësim në shumë të rregullorës, që s'mund të kthehemi në brapë. Rregullosh, nuk do të sjellni dashur një. Ndërsa kanë fakultetin të tij. Faleminderit, përshëndes vendimin që fillojmë me këto studime. Më kam kërkuar vazhdimisht që të respektohet statuti kur ka të bëjë me fillimin e studimit në 3 nivelet. Fatkeqësisht nuk ndodhi që ti studimet e doktoratës vonohen shumë. Në disa njësi akademike bëjnë përpjekje fare për t'i akredituar ose për të pas studimet doktoratës. Mendoj kjo është një diçka e keqe për vendin, sepse vetëm UP-ja ka të drejtë bëj studimet doktoratës, ndërsa nëse është një gjendje e tillë që hezitohet bëhen të studime, atëherë nga kush do të kërkojmë që të ketë këtë nivel studime dhe po vjen rezultati që po vinë nga jashtë apo kandidatët po kërkojnë rrugë tjera për të ardhur te ky niveli arsimimit. Ne kemi studime në këtë fushë në Departamentin e Historisë, i kemi dhënë disa propozime të kriteret specifike. Çështja e vlerësimit në 40 dhe 60, siç ka qenë konkursin e kaluar, ne kemi kërkuar që të rirregullohet. Atë që propozoi edhe prorektori pak a shumë është një diçka ndoshta e ngjashme, sepse te pjesa e 40% vlerësimi studime paraprake, notat mesatare, punimet shkencore, konferencat, tjetë një kategori që vlerësohet. Nuk mund të themi që nuk merret parasysh studimi paraprak dhe jam dakord që ajo fushë tjetë me 40% dhe ashtu e kemi dorëzuar propozimin, ndërsa te pjesa e 60% ne kemi kërkuar që këtu të futet 20 pikë nga gjuha e huaj, jo vetëm gjuha angleze, sepse studimet specifike të ne mundohet një projekt volumtues ka të bëjë me dokumentet gjermane, ose franceze, ose turke, dhe studimi është i fokusuar për një provjencë caktuar, prandaj këtu tjetë gjuha huaj varësisht i projekteve që kanë kandidatët dhe studimet që dojnë ata të fokusohen, dhe 20% tjetë provimi pranus, ndërsa 20% projekti volumtues. Ne mendojmë që të fusha jonë kemë nevojë që projekte specifike që kanë interes shoqëria Kosova, dhe më thonë të inkurajohen student, kandidatët dhe të merret për bazë projekti. Prandaj, kërkesa jonë është që 40 tjetë nga studimi paraprak, notat dhe punimet, 20% tjetë pikë nga provimi pranus, 20 nga gjuha huaj dhe 20 nga projekti volumtues, te fusha e historisë. Dhe ndoshta edhe kjo shkon me atë që tha referentori që të ndahen 40 dhe 20 gjuha. Dhe përshqipër dekani fakultetit ekonomik? Përshëndetje gjithëve.
për fakultetin ekonomik që shkruan programet kur janë akredituar, do thotë nuk janë caktuar numrat nga gestioni i akreditimit. Në fakt në raporteve të vlerësimit i kemi caktuar numrat vetë për sa kena kërkuar akreditimin. Prandaj edhe vendimi i Këshillit të Fakultetit Ekonomik është për aq sa janë të akredituar, për aq edhe me u shpall konkursi, edhe pse unë kam bindje që nuk mund të plotësu, sepse nga eksperienca vitit kaluar do thotë nuk është plotësu numri. Por së populli shkoj me vendimet e agjencionit të akreditimit, do thotë edhe programi menaxhment dhe informatik të ketë njëjtë pastor kandidat. Çështja e dytë të projektit volumtues. Sa i ka 5 minuta. Jo, ona është shqip komente që tjetë projekt. Mund tjetë edhe gabim teknik. Jo, nuk është gabim teknik, te ju e ka propozu Këshilli që zgjurohet për 1 nëse zgaboj. Domethënë që ku keni ekonomiku, marketing 10.000, banka financë edhe 15.2, menaxhment dhe informatik 15.2, ekonomik 10.000 aq. Çto apo? Për onë është komenti. Po, për onda është komenti. Të regjistruar dhe student. Të regjistruar menaxhment dhe informatik. Të regjistruar dhe student tjerë i rekomanduar pa ndryshime. Domethënë menaxhment dhe kërkohet të jetë ashtu si është në raport të agjencionit të akreditimit, respektivisht në raportin e vetë vlerësimit që Fakulteti Ekonomik e ka dërguar në rastin e akreditimit programit. Atëherë do të Këshilli ka propozuar që të jetë 10, dekani thotë që të jenë 15, nëse është edhe vendimi i Këshillit të Fakultetit. Keni kuadra, keni potencial. Po tash problem, një gjë do të pas parasyshimi të ballavaçuar me një problem shumë të madh se studentët tonë në studimin e doktoratës po presin një kohë gjatë. Po saqërisht gjithë vetëdijshëm se një kohë nuk kanë funksionuar. Po saqërisht probleme të tilla ka Fakulteti Ekonomik dhe Fakulteti Juridik. Kanë probleme të vëlla mentorisht. Nëse mundeni me marr përsipër na skemi asgjë kundër. Edhe se përfundova. Sa i përket projektit volumtues, do të më qenë vëmendshëm, kujdesshëm në fakt se projekti volumtues me rregullore studime doktoratës parashihet në semestrin e tretë, kur studenti akumulon 30 ICPS. Rregullorja studime doktoratës e precizon shumë qartë. Semestri i parë ka 30 kredi, lonë zakonisht obligative, semestri i dytë lonë zgjedhore 30 kredi, dhe projekti volumtues kur studenti edhe bën prezantimin para Këshillit të Studimeve Doktoratës, akumulon 30 kredi shtesë. Prandaj, edhe nëse bëhet në formë tjetër e vlerësimit, kish pas mirë me u precizu qartë dhe mos me u ngatru me semestrin e tretë të rregullore studimeve të doktoratës. Dekani Fakultetit Shkencave. Faleminderit. Unë kam 2 shqetësime. E para kam te numri i Fakultetit Mjekësisë, në të dekani ato se kom gjë shumë më përzihet e Fakultetit Mjekësisë. Biomjekësia eksperimentale është akredituar me bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave dhe Fakulteti Mjekësisë ka një projekt të mbushur që përbashkë. Dhe atë kam drejt të regjistrohen në studentat për fakultetit tonë. Si mas këti numri ka se të vogël dhe shoqi u hyrë e drejta konkurimit që në që vinë për Gjellëgjisë. Nuk e dhja keni planifikuar drejtat numër, se në aktivitet nuk e të më të por e të ma shumë. Nëse vazhda në i program, nuk e kam bashkë informatat të sartat e have në kështo, për në i propozimi e në pasjan që të rritës bilen 5 numër. Sa e programi përbashkë të studime me 3 fakultetet, tempusit i ka të. Dekani paraprat me dekani paraprat, para se ka marrë në shtë të projekt. Me që thatë të nëse mjekësia me ndonë që është e mjaftueshëm, s'kam problem. Të tabela kisha dash me dalë të 5. Kisha dash me dalë të tabela 5-1-5-2 atje, jo të kushtet e regjistrimit. Të mjekësia? Dhe atë përgjithshme që e kemi. Këtu po nalemi 5-1-2 atje, po? Po. Fatë ma po është këtë gjuha angleze e keni lanë në kutinë e 40%, nëse na po vendosim me pas të provimi pranues duhet me objekt, edhe ajo fjalia, nëse në kushtet barabarta janë, duhet me dalë për asaj kutije, se nuk vlen për 40%, se duhet me cilë diku tjetër. 5.4 dhe 5.5 tjenë tika dresanta, qështu edhe kemi mendu... Po, për kësaj tabele, se shumëdohet me 0.4. Qashtu edhe kemi mendu me s'kështë? Po, aty po figura në shto. Këto 2 shqetësime i kam unë, nuk kam për gjera dhe me 3 me shkuar, po duket që është planifikuar vetëm për mjekësime, jo për këto 2 tjerë. Se ta në rejtë me aplikuar dhe biologjia dhe kimia dhe një pjesë e fakultetit bujqësisë. Nësa dekani bujqësisë është në dhjeta për këtë. Do me thonë vesta njëftojnë senatin me qka tha dekani shkencave, po thotë që to 2 pika, 5.4 dhe 5.5 figurojnë jonë kuadrë për 5.1, si që janë aktualisht, se hyjnë 40 pikë, po figurojnë që për shemë 5.3. Edhe jashtë kësaj kutije, jo më shumëzu me 0.4. E kemi qartë. Edhe te numëri, po me dhaj që është shumë i vogël 3, se nëse kulturëm një kështë edhe prej biologjisë, edhe mundet një amarë, një uja dhe se kanë mena,
Kështu dhe kemi menduar dhe kanë, po kjo është aktualisht plotësimi rregulluar që keni bërë në vitin e kaluar, kështu që ne kemi qenë të obliguar që pikërisht këtë tua sjellëm se kjo është aktualisht si është. Rari është vetësi dhe aftë biomjekësi, unë nuk e mendoj që i jap hapësirë shumë biologjistë dhe gjithë se nuk do të jemi të ngushtë. Ne mujnë pranojmë, por unë nuk e di që janë kushtet e konkursit, për ndryshe ky numër është parapat anon për lanë para klinike tonë, sepse është biomjekësi eksperimentale që ka të bëjë me fiziologji, patologi, anatomi, gjitha lanë që janë lanë eksperimentale që nuk kanë bërë me pacientin. Kështu që ky numër është numër minimal i parapan për një freskim të kuadrit që tani është po pensionosh. Nëse për këtë kushteve të biologjisë, nëse ka nësi ti kontrolon këto... Nëse lejohet që keni programin që thranin, dhe e lërë mas drejko e regjistru nga programin, dhe si mas shënimeve që jep një është për studentave më të mira që biologjisë, se të biologjine ka. Unë e di që punojnë edhe profesorat e biologjisë në këtë... Nuk e di se ka kuadra, nuk ka ndonjë problem, nuk ka ndonjë konflikt me vendimin e agjencionit për akreditim, kështu që mund të arrisin. Mos piu konkurran një biologjisë e unë vetën juve. Jo, nuk ka mundësi nga konkuruse që në realisht duhet për çdo konkurs duhet të jetë mas parimente pastaj tjetër. Por ashtu po. Se kanë ashtë interesi me këtë doktoraturës neve nuk na mendojmë se unë e di që herën i kalume kanë pas problem se shumicët e rëndave ja u kanë marrë jashtë mjekësisë. Okej, ne kanë mos ndarën nga ato çështje. Dikush tjetër dëshiron fjalën, nëse se ja tërkush është që Veç sa për informim mbron, do të kanë dërguar disa propozime në Fakultetin e Edukimit, nëse ke tekstin në fund të tabelës të 5 pikë. 5.5 po të mjekësisë. Fakulteti ka propozuar që provimi me shkencë të organizohet nga gjuha angleze 20% dhe nga metodologjia kërkimore që organizohet pashtor në gjuhën angleze 20% pikë. Pragu i kalueshmërisë është 40% e pikë nga secili test. Të drejtë konkurimi është plotësuar në grup tjetër. Për regjistrim në studime doktoratës kanë kandidatë të cilët kanë përfunduar studimet bachelor dhe master në fushën e edukimit, duke përfshirë edhe drejtimet arsimore në fakultetet tjera dhe drejtimin e pedagogjisë. Edhe kjo të duket plotësohet me ato që kanë nxjerrën anglishtën nga të dy fusha. Po edhe një unë e harrova të them, edhe një çështje tjetër, do të thotë çështjen e pragut. Do të thotë çështja këshilla e komisionit qendror është që natyrisht asnjë projekt kështu që ka bërë edukimi mund pranohet, po jo të jetë eliminuese para. Dyta, pragu nuk përmendet në mënyrë eksplicite në rregullore fare. Kështu që nëse duan njësit akademike të ketë prag, mund ta formulojnë pragun, po duhet të ketë pjesë e konkursit. Pra, pragun rregullore, fjala prag nuk figuron. Nëse doni të ketë prag, duhet ta nxjerrni në mënyrë eksplicite si pjesë të konkursit pashtu. Edhe ta formulojnë. Nuk figuron fare në rregullore. Domethënë, nuk thotë që s'duhet të ketë. Rregulloria nuk e parashas provimin pranus. Prandaj provimi pranus mundet me zbatu me faktin që në konkurs e parashen një gjotë. Çdo gjë që është transparente dhe që nuk shkon në kundërshtim me rregulloren, keni të drejtë me përfshin. Prandaj edhe provu madje është mase i kërkuar provu nga provoja që kemi pas vitin e kaluar. Vetëm formulojnë të pjesë e konkursit. Na kena quajtur dhe e poshtë që këtu në tekst janë ka shumë mirë, ashtu si kena kaluar në këshill fakultetit ekonomik, kështu që mira tërkush është që të miratohen kriteret dhe numri i studentëve për regjistrim në nivelin e doktoratës të Në gjovën një diskutim që ka kërkesë dhe praktike, dhe unë pajtojnë, dhe sa kemë për bachelor, për master, du kemi për doktoratur, sipas cilës do t'je përime, ka të dhe përshim që i pragutit. Një minimum, innovation. Andaj, edhe ato të shqe do Çështu ke, nëse e votojmë, çështu po votojmë. 40% jo pjesë të provimit. Jo, 40% jo, do të thotë nëse lëm, po ja lëm njësive akademike. Jo, ata nëse kanë 10 pikë në anglisht, 40% 4 pikë duhet të ketë provën. 40% që thashë secili pjesë provimit
Shku një lineare, si kërë niveli tjera. Më falni. Unë propozoj, nëse e kam fjallën, se na të kemi një unifikim, ja të unë e ka 10 të dikush 40, ose 10 ose 40. Statuti na lejon, kriteret për pranimin e studentëve është një nen i statutit i cakton senati. Pavarësisht ka do rregullorja. Rregullorja nuk parashef projekt pranus, po senati ka vendosur me pas projekt pranus dhe nuk ka logjik mos me pas prag në doktorat e me pas prag në bachelat edhe në master. Megjithatë unë propozoj që pragu le të jetë për të gjithë ose 40 ose 50. Sa të merret vesh senati. Për vuajtje të pranueshme edhe njëra edhe tjetra, po edhe për anglisht me pas prag. Për dekania e fakultetit filologjisë, pastaj dekani ekonomikës. Mësorët e na në fakulteti kemi 2 drejtime në doktorat, gjyqësi dhe letërsi, një parë që konkurrojnë me kandidatë prej të gjitha fushave, prej të gjitha degëve, prej të gjitha departamenteve. Janë të departamentit frëngjishës, gjermanishës e tjera. Ndoshta kishe mirë dhe për ata me qenë një sajt, si kërkoj edhe dekani i fakultetit filozofisë, që studentët gjermanishës që në shtu testit në gjermanisht dhe jo në anglisht. Aja është e parapon gjutë huja. Nuk e di pse dekani e ceku po është e parapon gjutë huja relevante. Nuk precizot anglisht. Dekani ekonomikët? Kështu, unë kisha propozu sa e përket fakultetit ekonomik, tjerë të veprojnë ose mund të merren në vesh, tjetë provu ashtu si u propozu nga Këshilli i fakultetit ekonomik, sepse jemi nis nga përvoja që kemi pas vitin e kaluar. E dim gjithë që notat kanë një inflacion. Në fakultet ekonomik po thirrna, dhe kemi pas raste vjetë kur i ka notën mesatare relativisht afër maksimumit apo te maksimumi dhe i verë 8% a 10% prej domethënë testit. Prandaj nga këtu nis nga përvoja vitit kaluar, unë propozoj të jetë 50%, sepse nuk kena studime bachelor dhe as master dhe kisha pas dëshirë që mbetet qendrimi i Këshillit të fakultetit, me që Këshilli i fakultetit e ka analizuar shumë mirë, e kena diskutuar dhe kemi pas përvojë nga viti i kaluar që vërtet ka dhënë rezultate. Në rregull veç të një çështje u diskutu këtu. Mirë është që dhënë kontribut gjithë ata që si kanë studime dhe doktoratës në fakultete, mirë është që dhënë kontribut, po do t'i marrin për bazë ato që po kërkojnë mësitë akademike që i kanë këto studime. Dua të reagoj të çështja e edukimit. U tha që kanë të drejtë ata që kryejnë studimet themelore, bachelor dhe master në fakultetet e edukimit. Ju lus kujdes pak këtë drejtim, sepse dim që fakulteti i edukimit studimet bachelor për mësimdhënie nuk kanë të drejtë regjistrohen doktoraturë. Prandaj nuk mundet fakulteti i edukimit ta mbyll derën për konkurrim fakultete të tjera që faktikisht kuadri i tyre është shumë i kvalifikuar dhe është e mundshme që ata të aplikojnë. Për njoftimin tuaj, ne shpesh kemi pranuar nga fakulteti i edukimit fakultetin tonë filozofik. Prandaj, shka shkutën si shkenca shoqërore dhe humane, interdisciplinariteti janë shumë i kërkueshëm, prandaj nuk është mirë që të mbyllet mundësia për konkurrim edhe të kandidatëve tjerë. Dhe nuk e përkrahaj atë idenë që thot vetëm fakulteti i edukimit, sepse në një farë mënyrë po prejudikojmë që askush drejt s'ka, as të konkurroj, as të pranohet nga nivele tjera. Faleminderit, dekani i fakultetit të edukimit. Faleminderit dhe këto. Ne kemi pas është disa vite më radhë që po e hapim doktoraturë. Ata që veç ju ardene në bashkëpunim me Universitetin e Ljubljanës dhe të Tiranës. Mbështesim që t'jetë pragu sepse po ndodhë që vetëm një kandidat konkuron në një drejtim të caktuar dhe duke mos pasur prag, çfarë do note që ka, çfarë do zhvillimi, ai kandidat mund të depërton dhe të hyjë të regjistrohet në master. Ne kemi propozuar të jetë shkolla rreth 10%, mirë po respektojmë vendimin e Senatit, nëse jemi për 50 dhe ne si njësi akademike kemi të besuar në çështjen e 50%. Ne kemi kërkuar që kemi reduktuar numrin nga 12 sa kanë qenë në konkurs, që kemi 8+1, për shkak se kemi probleme edhe tek çështja e mentorimit, që siguroj se nuk është lehtë të gjejmë edhe mentor të cilët i plotëson kriteret për ato.
Dhe programet e masterit e na janë programe shkallësore 120 kredish që çdo kandidat i krijojnë mundësi për të konkuruar me regjistrimin e PhD. Prandaj mbështesim që e kemi pragur të bisedojmë 40-50 që ne kemi menduar si 50 është më mira sepse vendosen disa kritere kualifikuese të cilët e bën që PhD-n ta kemi në nivelin e duhur. Edhe ne kemi ndërtuar një koncept të PhD-s i cili në Europë plotson edhe kërkesat e fakultetit sepse kemi shumë nevojë për mësimdhënie të caktuar, të profileve të caktuar, por nuk i kemi ndyrë të mbyllur rastet në njësi tjetër akademike, sepse në konkursin e kaluar një pjesë për mu se kandidatëve në PhD kanë ardhur nga njësi tjera akademike. Faleminderit. Shumë shkurt se dhe ka një thamë fjalë, po do duhet që të reflektoj kjo edhe te kriteret. Për shembull, të drejtë konkurimi për regjistrimin në studimet e doktoratës kandidatët që kanë përfunduar studimet BA, BSc ose MSc në fushën e edukimit ose pedagogjisë është pak e ngushtë. Na shtan fusha të afërt ata do të pak ta zbusën. Përfshirë me të them që thash. Duke përfshirë drejtimet arsimore në fakultetet tjera. Kemi dërguar bro. Mirë atë shiqeni njërë ndër prioritetet tona si menaxhment është ngritja e cilësisë. Pikërisht në planin strategjik dikon mbi 40% i kushtohet cilësisë. Ekzistenca e pragut është tregu shumë e pavarshme, shumë e suksesshme, prandaj do të ketë prag. Vetëm bëhet pyetje, atë ta lëmë pragun 40%, sepse kemi gjitha nivelet, ma më po një tardhën e ndoshta edhe këtë pragun bachelor rrisi me pojtë 50, që mos kemi ndonjë laramani, për ndryshe, jeni për 50 edhe 50, atër e lëmë vetëm 50, a? Edhe një plotësim. Okej, dirësht, të tërba. Apo në një plotësim. Po, dirësht. U folë për çështjen e pragut. Përsëri propozoj që pragu të jetë 40 ose 50%. Po një tjetë 50. Për se cilën pjesë provimit veç. Të definohet mirë, jo se ka pas përpara ka pas problemin total. Faleminderit atë ndëgjeni. Veç ta përmendoj, do thonë si propozim mbetet 50%. Do të ndryshime të cilat do ta aprovojnë 50%. Por jo një kumulative, po veç e veç në Shumë shkurt veç. Po, shumë shkurt. Vetëm ta precizojmë sepse nëse themi pragu 50% i provimit pranues, ka pesh më të madhe se 50% nga totali i pikëve të mundshme që është e precizuar këtu në pikën D këtu. Jo e 50 po thonë veç e veç 50, kjo është më shumë. 50 Kjo është minare që po. Dhe 50 Kjo është më lart se sa është e përfunduar. Mirë atëherë, po qes në botim, urna. Dhe i pyetje, a ndryshte na kena më organizuar na, a kena më marrë ndihmën prej fakultetit të filologjisë, dhe ta definojmë. Unë mendoj mbetet çështja e fakultetit që në formë. Po duket që to pak e fat shpejt e pa mendu. Keni kujdes nëse bëjmë kështu 50-50 në pjesën veçanta. Ajo pjesa e parë kërkon notat mesatare në 2 nivelet dhe punimet. S'është provim pranuese. Po, kështu të punë. Aty, ajo është 40%, që ke 40% ke provim pranuese. Është provim pranues. Është provim pranues, po. 40%. Do me thonë, jo të pjesa pra se cila pjesë e provimit pranues. Unë propozoj që i keni propozuar në secilin fakultet veç e veç kushtet 20%, 50%, 40%. Shkruhet vetëm cilët provimi nënshtrohen, nga në gjuhë angleze dhe cilat lënë, edhe në fund të gjitha fakulteteve shkruhet që pragu i kalueshmërisë është 50% i pikëve në secilën pjesë të provimit pranues. Po mos më është komplikuar për Përveç është tash pak shumë lehtë me kalu, po themi nga përvoja vitit kalu, që kem pas studime doktorate që është apliku për herë parë provimi pranues. Nëse shkojmë veç e veç për provime, kemi parasysh mund me pas raste kur jashtë ajo. 50%. Prandaj unë kisha thonë, 50% nga provimi pranues. E jo veç e veç të tutën nga unë që e ka 50%. Atëherë ta kemi qartur në veç me thamë që ka me qenë shumë problem. Prandaj 40% që për këtë nivel kishme qenë më i pavarshëm. E ka kërkon ngritjen e cilësisë.
Po pa tjetër dekani i thonë kështu. Ka me qenë sa dush me pika pa më shumë me 0.4, kush mi marr 14%. Pjesa e dytë ka me qenë anglisht. Sa dush me pika pa më shumë me 0.2%, duhesh mi pas 10 pika për më kualifikuar. Dhe pjesa e tretë ka me qenë të gjitha provimet pranues, çka dush, po kreç ato pikë ka më shumë prapë me 0.4%, jo se kina lart. Në thonë, Fakultetin ekonomik na për pranues nuk kem nevojë me vajt, sepse na kena qitë shumë qartë. Është TOEFL, gjuha angleze, ose ndonjë prej niveleve nëse ka përfunduar në gjuhën angleze. Jo, kanë këshilli i studenëve, këshilli qendror ka thonë që keni nevojë me marr. Atëherë unë jam kundër një propozimi të tillë për arsye se mbajtja e testit gjuhën angleze hap hapësirën që me pas manipulime sepse TOEFL është këtë diçka tjetër. Unë e qëndroj prapa vendimit këshillit fakultetit ekonomik. E kanë TOEFL ose e kanë gjashën, Atë duhet vendim. unë absolut jam kundër për Dekan kjo është me ndu në qopë se ka TOEFL i pranohet. Në qopë se ka në nështrot për i pranohet. Jo me eliminu. Në fakultet ekonomik është shumë qartë, unë i qëndroj prapa 5 vikotash e kena analizu shumë. Unë atëre vërtet qëndroj kundër një qëndrimi tim që mos me qenë TOEFL e eliminus të në. S'do të bëj provimin gjuhën angleze, por ne nuk ka rëgjë. Në qofë se ai se ka TOEFL-in, dhe të me hi në provim, dhe i shplecon të gjitha kriterët, duhet me eliminua. Normal, dokumentet fillim si pranohet si çdo punë në Evropë. Po ke bishë këshallu, mund është jeme propozimin ta në të të mos vendim. Nëse nuk jeni të informuar, mos përgatit me kohë për hapjen e studimeve doktoratës. Na në fund të muajit i kena shpall këto kritere dhe i kena shpall materialin webfaqe, që i shdosh të cili fakultet në boni gjatim. Na i kena qitë materialet webfaqe krejt për i shkapit pyetën studentët. Edhe i kena qitë cilat lond janë për cilën drejtim. Dhe gjithashtu i kena informu se kjo është kriteri me cilin punojnë sikur se çdo universitet tjetër në Evropë. Në Evropë nuk marrë test gjuhës. Më tregoni ju që keni qenë jashtë, a marrë ai test të gjuhës në Evropë që ai po të testoj gjuhën. Ai e dët dëshmi me shkrim TOEFL ose të gjashëm. Prandaj, unë që drejtojmë vetëm një vendim. Për stafi se kjem në për me TOEFL. Stafi që Ka me vërë dhe kanë vjetë dikush që është ka jetu në Angli, është shqiptar, o këthy këtu, aja dhe në anglisë më mirë se gjithë na. Sa luat për TOEFL heq, po se pranuar se të gjithë TOEFL. I shkru shumë qartë se lexon në vendimin e Këshillit. Thot TOEFL 75 për 120 ose nëse ka kryer ndonjë nivel të studimeve në gjuhën angleze, është ekuivalent, është shumë qartë e shkruar. Domethënë nëse në Kosovë ka kryer gjuhën angleze, normal që i pranohet. Fal e kem shkruar me shkrim që ju kem dërguar ju. Është e shkruar me vendim Këshillit dhe e protokolluar. E provim pranues nga asnjë lond tjetër Janë 3 lond më. Se kemi thënë. Po, shumë qartë e kena qumë më shkrim. Edhe janë vendimet aty. Reagot e kanë tash. Unë paralel që tonë, këto është e shkruar me cilat lëndë. Dhe janë lëndë të precizuar shumë qartë për se cilin drejtim. Dy lëndë janë përgjithshme për 4 drejtime. Mikroekonomi dhe ekonometri dhe statistikë. Për 4 drejtimet janë përgjithshme, janë të komplikuar me faqe dhe e keni vendimin me shkrim nga maj. Unë propozoj vendimi jonë të jetë sikur i Këshillit. E jo marrë mandem mi pas nga kandidat për së gjallë mentor. Se s'dena s'me me lezu, jo në shkru. Ja nuk është kundërshtim. Dekan. Jo më specifike fakultetit. Na duhet me gjithë një zgjidhje që është e përshtatshme për këtë universitet. Nuk mundemi me ndalë në për fakultete. Unë po kuptoj dekanin e fakultetit ekonomik, edhe natyrisht po kuptoj faktin që TOEFL është test kulminat e gjuhës angleze. Po keni kujdes dekan, TOEFL do me thonë Test of English Language as Foreign Language, shkurtesa TOEFL. Nëse ja kërkojmë TOEFL, i përjashtojmë për shembull gjithë folësit nativ gjuhës angleze, sa ta sin TOEFL. Kjo është veç për të kujt. Dhe më thonë TOEFL është i mirë, po është i mirë nja pranu dikujt.
nuk është 1000 mja bo kriter eliminus. Organizojnë në testin, të pranoj. Këtë organizimit të testit nuk ka në fund në total një ndru shumë punë. Me që ato numëri vogël që kalojnë të tash nuk e kanë kohën në i pranoj. Pra po sqaroj. Nuk është eliminus për ata të cilët i kanë kryer studimet gjuhën angleze, sepse shkruan vendim shumë Shqipët që i kanë kryer kanë zona brevor. Ai që e ka kryer shqip e ka TOEFL. Po si ka kryer? Atë skimon vetë, atë shkon A e mund të më thonë favorizuese me qenë për ju? Po jo eliminuese. Dhe kanë gjithkohë nuk jemi gati në vendim. Dhe kanë, në këtë moment nuk jemi në gjendje që të marrim do një vendim tim. Na do të mbesin si pas kriterët cilat të thamë deri tash. Prandaj unë s'kisha kohë ma tepër, po hedhi me votim që kush është për miratimin e kriterëve dhe numrin të studentëve për ishtim në nivelin e doktoratës për vitin akademik 2017-18 me ndryshimet të cilat pragu 50%. Po shërta. A ka kundër? Abstenim? Një abstenim. Përndej shumë. 3. Kalim të pika 3 të rendititës, se na gjatë shumë kjo pikë. Shqyrtimi i kërkesa për miratim të temës dhe aprovim të mentorit për kandidatët në studimet e doktoratës, si pas raportit të KQSD-s, për kandidatët. Përshkojmë me radhë për deputat fjallën që mos i përsëris dy herë. Faleminderit, lektor. Pra, kujtim Millaku dhe Sami Ahmeti nga Fakulteti Filozofik. Po do një të shikojmë temat e tyre, apo? Jo. Atëherë, Fakulteti Filozofik, kujtim Millaku Sami Ahmeti, Fakulteti Filologjisë Bardh Zërca, më falë Gjyre Tolaj, PSHMN-ja Bardh Zërca, Juridiku Ruzdi Morina, Fakulteti Ekonomik, Sado Ikani, Belia Ramajdesku, Alben Saliti, Albulena Kadriu, Mjelma Sarabregu, edhe në gjatë Shkoka. Okej, unë api diskutim të shënë dikush për ndonjë rast, njërë që t'i votojmë në paket. Pra gjitha i keni tabelat me emër tentorëve, me temat emërtim tema. Mirë, në që se s'ka tërkur, atë kush është për aprovim të temës dhe të mentorit për kandidatët të kur kunder abstenim 20. Kalim të pika 4 të rendit e ditës, shqyrtimi dhe marrja e vendimit lidhur me kërkesën e dekanit të Fakultetit Ekonomik rreth kalimit të studentëve nga programin e gjuhë shqipe në programin në gjuhë angleze, Economics and Business Management. Dekan? Faleminderit, rektor. Është kërkesë për studentë që tani me janë student, do dhamë nuk ka të bëjë me shkim të numrit, s'ka të bëjë me regjistrojnë studentë në tri, por vetëm ata të cilët janë të regjistruar dëshirojnë me kalu në programin që e kemi në gjuhën angleze. Një kërkesë e tillë shkon edhe në drejtim të objektivave që ka Universiteti i Prishtinës në ndërkombëtarizimin dhe zbatimin e planit strategjik që kemi programin në gjuhën angleze dhe ky program do të me u kurtu më të utile. Kjo është kërkesë asgjë tjetër. Faleminderit. Dëshon dikush fjalën dekani i FNAS? Unë do kënderi një marrë vesh. Shqyrtimi dhe marrja vendimit lidhur me kërkesën e dekanit. Normalisht këto kërkesa që janë shumë më të duhet të jenë këshillit. A është këshillit kërkesa apo është dekanit? Okej. Faleminderit shumë. Senatorja Filozofikut. Faktikisht desha vetëm me lavdru dekanin e ekonomikut dhe fakultetin ekonomik për këto kalime dhe ndërkombëtarizimin që po e bën. E kam vesh një pyetje rreth këtyre studentëve, a duhet me kalu këta testin ose me dëshmu TOEFL për me kalu programin gjuhë angleze? Ta student do të thotë nuk kanë aplikuar në regjistrimin që kemi pasur korrekt për arsye se programi ka qenë i suspenduar nga sesioni akreditimi. Testi pranues mohet i njëjtë në makro dhe mikro, do të thotë për matematik për çdo student, qoftë ata gjuhën angleze, qoftë gjuhën shqipe. Dhe tani është vetëm dallimi ai që nuk e njeh gjuhën angleze nuk shkon aty në aplikim. Mos i bëra se ligjëratat janë krejt gjuhën angleze, materiali është krejt gjuhën angleze, kështu që është disa dhe madje kanë kryer studime të jashtë gjuhën angleze.
Kjo është informata. Përndet projektori për shkencë. Tërhym taku në gjuhën shqipe. Unë po du me thonë që si rast jashtëzakonshëm po mendoj që do të kishim po mirë ta përkrohemi defanin e ekonomikut në këtë pikë. Do me thonë, problemin e ka që në afatin e parë nuk i është akreditu programin gjuha nga angleza dhe studenti miri i kanë shku në programet tjera. Fakulteti ekonomik me drejt, edhe si pas planit strategjik të UP-s, është interesuar të forcoj mësimin gjuhën angleze, të bëjmë mësimin elitar. Dhe ta shteri do të thotë zgjedhjen e ka gjetë që me që s'ka më regjistrim, që studentët e mirë që dëshirojnë të kalojnë në atë program, me gjithësët edhe mesht janë regjistruar programet tjera që kanë qenë të akredituar. Pra po mendoj që këto bëjmë mirë të bëjmë për jashtë. Faleminderit shumë atëherë e çes propozimin që kush është që të marrin vendim për aprovimin e kërkesës së Këshillit të Fakultetit Ekonomik do të kalimit të studentëve nga programet në gjuhën shqipe në programin në gjuhën angleze. A ka kundër? Abstenim 20. Kalojmë te pika 5. Shqyrtimi dhe marrja vendimit lidhur me shkresën e Këshillit Fakultetit Juridik lidhur me rastin e asistent Bardel Hasan Papaj. Shtemi për ky rast të gjithë jemi të njoftuar se është një rast shumë i vjetër që daton nga konkursi 2015 që nuk është kryer, mirë po ende nuk ka kaluar në për komision studime, prandaj në qoftë se pajtoheni që ta kthejmë në komision studime, pastaj pasi të vjen konstatimi i komisionit studime, ne ta shqyrtojmë në Senat. A pajtoheni? Kush a për? Kundër, abstenim 20. Sa përdeni për dekanci, zëllësën dekan nuk kanë drejt votë. S'ka vale ka herë. Ja ka delegu. Kalojmë tani te pika e 6, shqyrtimi i ankesa sipas vendimit të inspektoratit të punës për kandidatët. Po fillojmë me radhë Arianit Mare, projektor. Po, kjo është një kandidat që ka konkuru në një prej pozicionet shkollën Fakultetin Inxhinierisë Mekanike, ka pas vlerësimi negativ nga Komisioni Vlerësor të Këshillit Fakultetit, pastaj ka ushtruar ankesën në ndërkomitije time fakultetit përsëri ka shërtuar, ka refuzu, po dekani përsëri që na informon për detaje. Dekane, keni fjalën? Faleminderit për fjalën, faleminderit që kemi nisur më morë në ankesat kandidatëve në konkurs, kalu vazhdim. Kur është fjala tek kandidat e doktor shkencë Arianit Maraj, problemi që ndërnë ato se nuk është vetëm një kandidat për këtë pozitë, Senati nuk e ka shqyrtuar këtë pozitë, tash nuk e di ç'është mundot më marr Senati me këtë problematikë dhe Senati duhet vendos për pozitën është në numër 18. Ju tash mund të na zgjedhni sot këtë profesor, javën tjetër edhe atë tjetër, s'ka problem. Në 2 na i kemi një. Kjo në 1 në 2 nuk e di, unë normal se edhe prorektori edhe senatori profesori Rami janë të informu me problematikat e fakultetit, po senatorë tjera dhe kanë tjerë që janë të informu. Tash duhet mbetet të mbesojnë mune ato që ka pa thonë mune. Po në fund është fjala e që ka thonë mune. Letrat e letra, asë nuk kanë material senatorë të dekan se qka është problematika, edhe unë nuk kam informuar se qka kërkon inspektorati i punës. Edhe nuk e dija kanë dekan dhe senator tjere. Se qka kërkon inspektorati i punës për këtë rast. Inspektorati kërkon, qëtë inspektorati kërkon me morë një vendim senati. Që do vendima. Do të me trajtu landën, me morë një vendim për qëtë kandidatin që janë punë inspektorat. Për informim mos më rao senatin në artikit, për këtë pozit kanë, për pozitën 18 kanë konkuru 2 kandidat. Këshilli i fakultetit ka formu komisionin profesional, me ligjë kërkohet një tjetër fushës, ne kemi caktuar 2 fushës, se janë lande të fushës elektroteknikës, edhe të 2 kandidatët kanë qenë me doktoratura nga fakulteti i elektroteknikës edhe kompjuterikës. Mirë po komisioni profesional, do të thotë nuk e ka zgjedhë kandidatin, nuk e ka propozuar për zgjedhje kandidatin doktor shkencë Arianit Maraj.
me arsyetimin që i plotson kushtet e përgjithshme, por nuk i plotson ato të veçanta të fushës, se landet janë të mekatronikës, ku mekatronika është i ka 3 radhë, shumë lehtë edhe klatarët mundën me kuptue, që janë 3 fusha, mekanik, elektronik edhe informatik. Doktor shkenca Arja Mitmaraj ka kry studimet master, bachelor, doktorat në telekomunikacion, që nuk përmendet askund në mekatronik. Për këtë arsye, Këshilli i fakultetit i ka besuar komisionin profesional edhe e ka aprovu me asnjë vot kundër raportin e recenzentëve për zgjedhjen apo për mos zgjedhjen kombinierë të kandidatit doktor shkenca Arja Mitmaraj. Për është zgjedhur një kandidat tjetër që nuk është shoh tash yshmas. Kështu që tash nuk e di çfarë do të bëjmë. Do të si tonin, se na se keni pas asnjëherë. Këtë pozitë më shurtu. Tash po, shiko, kandidati i parë ka pas dilema rreth një fakti nëse ai është në netim apo jo, edhe ato s'kemi arrit me shurtu brenda periudhës ka qenë konkursi. Aja pati 6 mujor që përmeni rektori, që rezultati e saj, aja ka skadu dhe më thënë apote dhe nuk janë shërtu më të tjerë. Propozim pozitiv Këshilli ja ka dhonë kandidatit tjetër edhe komisionit cenzus, por për shkak pamundësisë më shërtu dhe më thënë sa marrë vendim për ta. Ky kandidatit që na ka orë sot, ky është anënku në komision në inspektorat punës edhe kërkon të ketë një vendim për ta. Prandaj është e qartë për rastet gjitha i dim kur ka vlerësime negative nga komisioni vlerësues edhe nga Këshilli i fakultetit, realisht dihet çfarë vendimi merr Senati. Me propozim të inspektorit punët me po detyrohet me shërtu me marrë një vendim për ta. Jo, nuk kam problema nëse më vini 2 profesorë. Mos e prejudikabër dhe kanë prit pak. Mirë, po vetëm Senati mos bjen me bogatim. Edhe në një, kur ma profesorë jashtë, 2 kandidat, juridikisht janë barabartë. Të 2 kandidat kanë marrë njoftim nga rektori, që për shkak numrit të madh landëve nuk kanë mujt më shërtuar landet e juve. Edhe tash nuk e di, unë çata nuk e kam qartë se kanë hënë Senat. Po desh më marrë menaxhmenti, se menaxhmenti ka vendosur në emër të Senatit. Nëse më lejo të jap një sajën përmbledhës për 3 ankesa. Ju e dini që kanë bërë disa pendim, ka u shërtuar për shkak se ka përfunduar fati ligjor i trajtimit në Senat. Dhe ankesa atyre ka qenë të mësuar pikërisht në këtë pikë, se kanë konsideruar që janë të diskriminuar dhe nuk janë shërtuar landet e tyre në Senat. Inspektori nuk lëshohet në shërtim kanë të drejtë apo s'kanë të drejtë. Vetëm kërkon që Senati brenda 8 ditëve të merr një vendim për shqyrtimin e landës së tyre. Qoftë pozitiv, qoftë negativ, po me nxjerr një vendim me pas të drejtën me vazhdu matutje procedurë. Sot është kërkesa vetëm me realizu për mos me mujt më shqiptu gjoba ndaj universitetit edhe me trajtu brenda afatit të përcaktuar ligjor. Normalisht çdo ditë gati vinë kërkesat e inspektorit ose vendime, çdo 8 ditë nuk mund me marrë mbledhje, po parashifet në mbledhjen e parë të trajtohen rastet. Kështu që kemi njoftuar inspektoratin, në mbledhjen e parë të radhës do ta trajtojmë këtë çështje edhe 2 çështje tjera, për tjetër kanë skemi vendim aktualisht. Në këtë atëherë unë që shpe kuptoj, atër si dekan i Fakultetit Inxhinierisë Mekanike, e ftoj Senatin që të votoj për shqyrtimin e landës të kandidatit doktor shkenca Arja Mitmaraj, përkatësisht për shqyrtimin e pozitës për zgjedhje të një profesori për landet atje caktuar. Unë i ftoj të votojnë për shqyrtim të kësaj. Deka nuk është ndërnditës, ne kemi këto raste. Drejta ankesë është individuale, nuk kemi 3 ankesa, nuk kemi ankesat e tjera. Qofse i miraton inspektorati punës, edhe ankesat tjera natyrisht kemi shqyrtuar. A po propozoni me zgjell profesora mos me Jo, po ti pret senatori i FNA-s, pastaj dekani i FIEK-s. Shumë shkurt falë drejtor, në parim a do të vazhdon kjo procedurë që secila ankesë të parashtrohet nga inspektoriati që ne ta trajtojmë në aspektin juridik. Ata bojnë ankesë, na mirë me këto çështje në vazhdimsi, të di që kemi një grup të caktuar që dikush ndoshta s'është anku, edhe nuk vjen këto, dikush është anku vjen këtu. Mos po një presedan atë, ndoshta një presedan, nëse juridikisht është në rregull që ne një nga një ti trajtojmë, pa problem, nëse është obligative në aspektin ligjor, nëse ka një rrugë tjetër, kisha kërku që të mendohet
që si tërsi, a do të kemë mundësi si tërsi ta trajtojmë. Që për shembull propozimi jep që qenë si tërsi ki kthehet fakultetet ose këshillet e fakultetet dhe pastaj të procedohen me serat. Si propozim. Dekani tjetër. Përndes e këtërone pak ide me rikujtu një vrejtje që i kom në një pozicionit konkursit që ne ka shpallë senatit, atëherë ka bo një këshim serios për mbajtësor në këtë pikë konkursit, unë i kom pa për të madhe dhe fakultetit, edhe i kom të nuk shpallet konkursit për një mësimdhënës i cili do të mbajnë janë nga fusha elektroenergetike, nga fusha e teknologjisë informacionit, nga fusha elektronikës, sepse janë fusha që janë të ndame, plotësisht të ndame në fushën tonë studimeve, dhe realisht tu ka pas vend për 2 pozicione, dhe shpallët konkursit për pozicionin ndame. Pra është një shim përmbajtësor i kësaj pike të konkursit, pavarësisht nuk du me paragjyku kur gjo, po dhe njerë, po të rek veni se keni po problem serios në këtë qarë. Dhe uroj që në rast që vjen një situata me përmirësu, me korrigju, mos përsëritet pra viti njerë, Si që një para se me hedhë në votim, në të gjithë dim se institucioni i konkursit është i paprekshëm. Si pas ti është dashë në brenda 6 muajve. Mirë po të kryen ato që s'kryen ka qenë në konkurs duhet shpallet konkursi. A kanë pas drejt, në besoj fuqishëm se s'ka pas drejt inspektorati punës me në obligu. Mirë po vendimet e tyre janë zbatushme. Prandaj, ne si senat, ekzekutushme, ne si senat, nuk kemi drejt me këty konkursin me morë rast e tjera. Çdo rast që na vjen kemi me shqyrtu sepse si sta sekretarja është ekzekutueshëm. Po në rastin konkret, te Arianit Maraj, komisioni për studime ka konstatuar se nuk i plotson kushtet. Prandaj unë hedhi në realisht nuk komisioni studimeve këtë rast konkret nuk është trajtu për arsye se ka vlerësim negativ edhe nga këshilli edhe nga komisioni vlerësues. Prandaj komisioni studime në rastet e tilla kur nuk mundet me propozu diçka ndryshe. Mbetet senati me konfirmuar. Nuk i plotson kushtet. Kush është që të refuzohet kërkesa e Arianit Marrit? A ka kundër? Abstenim 1-0. Rasti i dytë, një abstenim, fandet. Rasti i dytë është rasti i Mimoza Dugollit. Po, për këtë rast, kjo kandidate është shqyrtu në komision studime në kuptimin e vlerësimit të punimeve. A janë përputhje me platformën që ka meratu senati apo jo. Edhe komisioni i studime ka konstatu që aja i ka 4 punime në konferenca, të cilat janë të indeksuar në Skopos, por nuk ka punim në revist me retencion ndërkombëtar si që kërkohet në platformën senatit dhe në statutin e OP-s. Në ndërkohë aja ka ofru një dëshmi që jo ka dërgu dhe juve që ju ka botu edhe një punim në revist me retencion ndërkombëtar, po aja ka ardhur mas përfundimit të konkursit. Kjo është gjendja e kësaj kandidate. Faleminderit, atëherë unë hapi debatin, diskutimin, dëshon dikush fjalën? Urma kryetarja e Parlamentit Zyrtar. Në emër të Parlamentit Studentor, ne gjithmonë kemi qenë dhe vazhdojmë të jemi protestistë në Universitetin e Prishtinës, andaj edhe përzgjedhja e profesorëve nacional që të jetë elite profesorëve dhe duhet të bëhet respektimi i statutshëm në çdo pikë. Kështu që mendoj se të vazhdojmë me punën në këtë drejtim dhe të respektohet në çdo aspekt. Jo një rregullore, jo një shkresë apo vendim tjetër, me po statuti i Universitetit të Prishtinës. Faleminderit shumë. Senatorja Fakultetit Filozofik. Rektor, faktikisht të raste që për trajtojmë ka qenë mirë me narbon dokumentacione. Për shembull, për të 3 këta kandidat, na nuk kemi marrë një dokumentacion prej juve si menaxhment që me ditë sa çka ka thonë inspektorati, çka ka thonë inspektorati i punës, Ministrisë Arsimit dhe me qenë vërtet marrë vigjilencë edhe në vlerësimet tona. Prezantimet e dekanëve krejt këto mbesin veç fjalë, dokumentet që janë prapë tjetër dhe aspekti ligjor ka qenë mirë me qenë. Tash në këtë rast na kemi marrë veç një dosje prej kandidatës Mimoza Dugollit, në cilën ajo përdoret një email që punimet shkencëtore, përveç e biletimit për citoj, të 4 në Skopus me ka dërguar edhe linqet.
Kështu që ka qenë mirë me na tregu atje domethënë ndoshta Patjetër që në ekran do t'i keni gjitha, kështu që ky senat deri tash do të vazhdon edhe më të jetë shumë transparent për çdo pyetje, për çdo shqetësim që keni lirisht. Po me na ishun edhe dokumenta. Adin senator materiale që çdo është mi pas, se në rregull është transparent. Senatore, veç pak, me që rektore, Me lezu, nuk ka problem, kemi... Edhe një sharim, sa e përket referateve, buletineve, këtu janë gjitha në diskutim publik, edhe për kandidatën në fjalë. Edhe kur e trajtu për herë të parë, është dhënë ky konstatim si qëndron puna e kësaj kandidate, sa i përket punime, plus tash i keni edhe këtu prezantuar më aktualisht për pozitën e profesorit asistent për pos punimeve, nuk kërkohet diçka tjetër edhe monografia, si që deni gjithë. Prandaj, aty është çdo gjë e qartë sa i plotson, sa i plotson. Sa i përket letrës së inspektoratit, na bartin përgjithësi, natyrisht kur ta bartni, që ta bartni korrekt, për ndryshe nuk ka pas asnjë arsye më shumë në shtatshen teknik që ka shku juve si senator, po kjo mundet një orë në ndërkohë, se është vendim pothuajse publik ajo, i inspektoratit. Na mund me lexu ato, çka ka shku inspektorati. Me lexu këtu për borë dhe sekretar pyetën. Atë po hitë paragrafet nëne që janë tjera, ata po të vendimi. Ankesa me numër 09 pyr për 37 viz 70 pyr për 17 e protokolluar në inspektoratin e punës me datë 12/2017 nga zona Mimoza Dogolli ndaj Universitetit Prishtinës Hasan Prishtina është e bazuar. Obligohet Universiteti Prishtinës se në afat prej 8 ditësh të dërgojnë në senat lëndën e kandidatës në fjalë dhe të merret vendim lidhur me propozimin e Komisionit Profesional Vlerësues, Këshillit të Fakultetit në Ndërtimtarisë, Statutit të Universitetit dhe akte të tjera ligjore. Në bazë të nenit 6.4 të ligjit numër 2002/9 dhe 03/L viz 017 për Inspektoratin e Punës Kosovës, në Kosovë ankesa është ushtruar në vendimin e inspektorit të punës. Ankesa ushtruar në vendimin e inspektorit të punës nuk është hyrë në ekzekutimin. Të arsyetimi. Jo, arsyetimi është baza që përkon. Inspektorati i punës me 12/2017 ka protokolluar ankesën e zonës Mimoza Dogolli në të cilën ndër të tjera ka theksuar. Unë Mimoza Dogolli kam konkuruar në konkursin e shpallur në UP, Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturë për vendet e shënuara në numrin rëndor 12 të këtij konkursi e që janë sistemet bashkëkohore 2, menaxhimi i ndërtimit, ekonomia në inxhinieri, energjia dhe ambientin dhe ndikimi i planifikimit urban në ambient. Edhe ka konstatuar se ka plotësuar të gjitha kriteret e konkursit, si dhe ka pasur recenzion pozitiv për lëndës për të cilët ka aplikuar. Mirë po, përkundër kësaj, organet kompetente të rektoratit nuk kanë proceduar në senat lëndën e saj në atë mënyrë që të trajtohej lënda e saj dhe të sillet një vendim lidhur me rastin e saj. Ankesa në fjalë në formën e saj të plot me përmbajtjen e së cilës është njoftuar përfaqësuesi i konventit jashtë bashkënditës së raportit zyrtar të lartpërmendur në preambull, por do të konsiderohet si pjesë progrese e tij. Me kërkesë dhe në bazë të ankesës zona Mimoza Dogolli është bërë inspektimi në UP, konventi për këtë rast ka prezantuar vetëm raportin e komisionit recenzues. Pas shqyrtimit të ankesës shkresa të lëndës të prezantuar nga palët në procedurë me raportin numër është gjetur se Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina me datë 24/11/2016 ka shpallur konkurs për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetet e Universitetit të Prishtinës, ndër të tjera në kreun 6 është shpallur konkurs edhe për FNA për pikën 12 lëndët që i përmenda më herët, në të cilat edhe ka aplikuar ankuesja. Pas mbylljes së konkursit, Komisioni Vlerësues në përbërje prof asot dëre Violeta Nushi, kryetare, prof asot asistent Vlora Navakazi dhe prof as Florina Jelli, antar ka bërë vlerësimin e kandidatëve dhe sipas raportit të Komisionit Vlerësues për përzgjedhjen e personelit akademik me 5/2017 të hartuar nga Komisioni i lartpërmendur, rezulton që kandidatja ka pasur recenzion pozitiv për të përzgjedhur në lëndët në të cilat ka konkuruar dhe se nuk ka pasur asnjë nga kandidatë të tjerë. Tutje sipas shkresave të lëndës dekani i fakultetit Prof. Abdullah Zeinullah me datë 21/2/2017 ka dorëzuar në organet kompetente të rektoratit propozimet e Këshillit të Fakultetit të Ndërtimtarisë. Lidhur me përzgjedhjen e personelit akademik të UP. Nga propozimi i njësisë në fjalë është konstatuar se kandidatja në fjalë është propozuar edhe nga ana e Këshillit të Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës dhe deri në këtë fazë të procedurës inspektori i punës nuk ka gjetur diçka kontestuese.
Mirë, po përkundër faktit se njëta kishte pasur recenzion pozitiv dhe recenzioni ishte miratuar edhe nga Këshilli i Njësisë Akademike në kuadër të FNA-s dhe nuk kishte pasur ndonjë ankesë apo kontestim, menaxhmenti i rektoratit nuk e kishte proceduar lëndën në Senat në atë mënyrë që në Senati të merrte vendim lidhur me rastin e fjalës. Fundënësi UP Hasan Prishtina, duke mos proceduar tutje rastin me kandidatin Mimoza Dugolli, nuk ka zbatuar kreun 3.2 të konkursit të datës 24/11/2016, sepse neta nuk është pranuar për shqyrtim nga ana komisionit tam ankesave i emëruar nga Senati, i cili më pastaj do t'i propozonte Senatit për vendosje përfundimtare. Fundënësi po ashtu duke mos proceduar rastin sipas propozimit të Këshillit të Njësisë Akademike, ka bërë shkelje dispozitës në 8 paragrafit 2 të ligjit punës, sipas të cilit konkursi duhet të jetë i barabartë për gjithë kandidatët e synuar pas një lloj diskriminimi, ashtu siç parashihet me këtë ligj dhe ligje tjera në fuqi. Në rastin e fjalë, fundënësi nuk e ka trajtuar si të barabartë kandidatën Mimoza Dugolli, pasi që duke mos e proceduar lëndën e kandidatës së fjalë brenda afateve kohore, parakuar me konkursin e datës 24/11, siç ka proceduar lëndë të tjera të kandidatëve të tjerë të synuar në kuadër të këtij konkursi, ka shkaktuar pabarazi dhe ka rënë në kundërshtim me dispozitën lartënore. Fundënësi po ashtu ka bërë shkelje dispozitës në 5 paragrafi 1 të ligjit të përmendur, nga që duke mos proceduar në Senat lëndën e Mimoza Dugolli, siç ka proceduar lëndë të tjera në kuadër të konkursi, e njëjta është diskriminuar sipas dispozitës së përmendur, diskriminimi ndër të tjera është ndaluar në punim dhe profesion. Në bazë të rrethonave të seksuar më lart u vendos si dispozitiv i vendimit. Do thotë konkretisht lidhet me mos trajtimin e saj. Inspektorati nuk ka bazë ligjore në shërtim dhe vlerësim të kandidatit, po në bazë dokumentacionit kërkon se të trajtohet edhe ky rast si raste të tjera. Shpajtova me kolegën, për ka parasysh që nga skemë vendimin e inspektoratit punës, e lexoj po na sigur se shumica se kemi kuptuar çka kemi thonë. E dyta, nuk e kemi vendimin e komisionit të studimeve për të kandidate, dhe e treta, sipas parasysh për zgjedhjen e kandidatëve që vendos për shqyrtim, unë i kisha menduar që mos na obligoni të votojmë diçka që shumica se kanë çfarë apo votojnë. Ky është kandidat ku kemi një vendim që do merret për gjitha rastet. Çfarë ju themi na kolegëve tonë për shkak që janë mjetin pozitiv, ndoshta i pëlqen kushtet edhe më mirë. E ndoshta se kanë pasur arsye për më vonë të ndonjë ankesë. Kështu që falem që mos të obligohen të votojnë për diçka që na jemi shumë sigurt, tash që ne do të marrim mendim për këtë rast. Jo me shkruajmë individ për individ, dhe rastet që kemi përgjell. Faleminderit, senatore, rektori për shkencë. Faleminderit. Mendoj që nuk votoj diçka që senatore, unë mendoj që e kemi qartë gjithë situatën. Kandidatët, sikur t'i kishim plotësu gjithë kandidatët që kanë mjetë që shpujtejme i pendë, sikur t'i kishim plotësu kushtet, e kanë kalu në për komision studimit, sikur t'i kishim plotësu kushtet, do t'ishin zgjedhë, sikur që janë zgjedhë kandidatët tjerë që i kanë plotësu kushtet. Problemi të këta kandidat ka qenë se kushtet nuk i kanë plotësu për shkak të ndryshimit që na bëm prej pika të rregullues. Për këtë arsye, për të mos i refuzuar, për gjithë kemi thënë po i lëm ma vonë të i shërtojmë. Edhe një herë po them, secili, një për një, edhe kolegë, edhe këta që i ka këtu inspektorati i punës, nuk i kanë plotësuar kushtet për avancim si që i kanë plotësuar kandidatët që janë avancuar. Këtë e dim gjithë. Ju kujtohet, do të thotë, një moment kur filloi të na zvarritet procesi, pa dalë prej këtij senatit dhe pastaj u votu propozimi që të mbarojnë kandidatët që i plotësojnë kushtet e ndryshuara, mbesen pa u shqyrtuar kandidatët që nuk i plotësojnë. Eri këtu kemi ngritur. Nga ana tjetër, disa kandidatë janë anku siç po shohim te inspektorati i punës. Inspektorati i punës ka sjellë vendim që për ta duhet merret një vendim. Unë mendoj që ne sot me plot përgjegjësi mund të marrim vendim për ta kandidatë se nuk kemi tjetër. Prandaj unë po më duket që rektori, pra rektorati, me rektorin kryer nuk ka tjetër veç që senatin ta losë që të votoj për kandidat. Mirë, Urmat Dekano. Faleminderit për
vëndin e ministrisë më shpejt. Ku po folim që ka përzgjedhje kandidatëve, ajo është e pa diskutueshme. Me 27 korrik 2017 e keni marrë si rektorat vendimin e inspektoratit arsimit, që për 6 kandidat, 7 vendime, Fakultetit e Inxhinierisë Mekanike, Senati i Universitetit duhet marrë vendim brenda 60 ditë pune. Nuk e dijajmë bo 60 ditë pune në Gjerni, se kem shumë fesë. Une kom bo ankesë bashkë me profesorët e inspektoratit arsimit, edhe ata që 3 javë përgjigjen heq. Me 30 ore kanë afatin e fundit, ku e qojmë në gjëkat, ministrin, inspektoratin e arsimit, kryo me drejtorin kone kanë, rektoratin e universitetit, jo senatin, se senatin nuk është deklaru asë njerë, asë për mu, asë për profesorët që i kemë. Më këthyte kandidatja. Për në shpletoni atje Skopusin, edhe është të fush teknikut për shtada po fuli. E keni iFact Papers online. Disa ere kom diskutu me për rektorit, për ishet 2 iFact ati, ki iFact Proceeding. Pse i ka bot 2? Skopusi, iFact Papers online dhe të gjurnal. iFact Proceeding s'kish ka me lyp aty. Kjo në një. Në 2, në teknik, edhe sidomos në qëtë të që kjo iFact-u, që është organizat ndërkombëtare për automatizim, kontrol e fusha tjera, është mjaft e besueshme në krejt botën. Për teknikë unë të folë, i kanë 2, kanë proceeding, i kanë edhe zhurnal. Unë mendoj që punimet në teknikë prapë, ose në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, po ndojnë mos me afektu në zënë negativisht e 2 fakultetet tjera, punimet që përmes konferenca shkojnë në zhurnala, apo edhe në proceeding nëse se kanë emrin në zhurnal, janë shumë më të vlefshme se sa ato në direkt zhurnal. Unë për një mujtë që kom pas pushim, ma shumë se 10 i kom publiku në zhurnala, nuk isha mujtë me shku në 10 konferenca. Bez me shku me marë pjesë në musafir. Ma shumë se 10. 7 janë indeksu në Skopus. 10 janë në zhurnalat fakulteteve të inxhinierisë mekanike, në zhurnalat të universiteteve politeknike, të bashkimit evropian. Bekan, mos ta thënë ato bre. Kështu që kandidatja, zhurnal po thot Skopusi, që është iFact Papers online. Një punim apo 2 i ka aty. I ka edhe në proceeding të iFact-u. I kemi edhe profesorat e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike që keni pranuar atë. Vetëm këtë rast pranoja një punim, që ka punimi, i plotson kushtet. Bekan mi plotsu kushtet, kush ishë ndalë. Që për javë lezoj, dhe më tonë, shikoni me kujdes që mos ketë asgjë... Shqyqaj mjetë e kanë të kisha lutë, se këta që jetë e thonë publikisht. Dhe më tonë, jetë 2 kohër aktualisht. 2 është iFact Papers online, 2 janë iFact Proceedings Volumes. Në iFact Papers online që përshkruajmë edhe për jo lezoj detajlisht që ka për botusi Elsevier. All papers from iFact meetings are published in partnership with Elsevier, the iFact publisher, in the iFact Papers Online Proceedings series, hosted at the Science Direct web service. This series includes papers previously published in iFact website. The main feature of the iFact Papers Online series are online archive including papers from iFact symposia, congresses, conferences, and most workshops. Ju kësha lutë, ndëgjeni, ne kemi vepru një shumë transparente, janë publiku materialet. Komisioni studimeve ka thirë gjdo dekan, është debatu, diskutu me ta, do më gjdo gjë është e qartë, prandaj gjërat janë të qarta, këtu bëhet fjalë për kandidatët të cilët nuk i plotësojnë kushtet me statut. Edhe na kemi marrë qëndrim se, edhe pse ka qenë shumë i vështirë, kam thonë disa arte, tam edhe tash, që të respektohet statuti, të vazhdojmë ashtë në funksion, ka qenë kërkesë studentëve, ashtë edhe pjesës dërmuese, besoj që dhe tjerëve për disa kemi pak interesa që nuk kuptoj, po do t'i të kalojmë mënyrë që të avancojnë në universitetin, se është momenti fundit që të respektohet statutin e universitetit të Prishtinë. Ndaj unë s'kisha u ko ma tepër qes në propozim, kusha që të refuzohet propozimi i Këshillit të fakultetit të ndërtimtarisë dhe arkitekturës, që kandidatja Mimoza Dugolli të mos zgjedhet në thirrjen e profesor asistent dhe të kthehet në Këshillin e fakultetit.
Kthehet këshill. Jo të refuzurisht kthehet në këshill. Duhet për procedurës. Kush është për? Faleminderit. A ka kundër? Sa në kundër? A je kundër apo abstenet? Tre kundër, një abstenim. Faleminderit shumë. Kalojmë te pika 7 e rendit ditës marrja e vendimit për angazhimin e profesorëve vizitor në fakultetin. Edhe një kam të falësuar. Edhe një kandidat për Bashkim Kastroti. Të rasti Bashkim Kastroti është ndëgjumi. Pra kemi edhe një kërkesë nga inspektorati i punës e ngjashme me kërkesën e këtyre dy të mëparshme që me shërtu senati me marrë një vendim. Bëhet fjalë për kandidatin Bashkim Kastroti që ka aplikuar me një pozicion në Fakultetin e Edukimit. Edhe te ky kandidat Komisioni Vlerësues në fakultet edhe Këshilli i fakultetit kanë dhënë vlerësime negative, po për shkak që kandidati parë ka pas vlerësim pozitiv, s'kemi mund me trajtu s'është marrë vendim për këtë pikë fare në senat, po me qenë se tash inspektorati e ka nda këtë kandidat, edhe kërkon për to duhet me jërë vendim gjashëm si vepru në rastin e parë. Nëse ka mundësi dekoni ndoshta mund me ne për mu pak ma detajisht apo që kjo që thash e ka dhënë negativ që në rejta. Mirë, kush është për këtë propozim? Po të refuzot në tërë. A ka kundër? Abstenim? Abstenim? 3, 4. Faleminderit shumë. Kalojmë te pika 7 e rendit ditës, marrja vendimit për angazhimin e profesorëve vizitor në Fakultetin e Edukimit në nivel master dhe doktorat për vitin akademik 2017-18. Të kanë dhënë kjo është më tepër çështje veç procedurale të shon më shtu diçka? Jo. Mirë atë. Okej. Profesor vizitor që do të angazhohen janë profesor doktor Janez Krek, profesor doktor Janez Vogrinc, profesor Teodori dhe profesor Bardul Musaj. Unë bëjtë të shuzoj rastin dhe kanë që përgëzaj për përzgjedhje që jeni duke i bërë dhe të besoni do t'je detyre jona që profesorët vizitorët të jenë ata profesorët që vërtet janë eminent që do të në ndihmojnë. Prandaj kush është që të miratohet kjo listë e angazhimit, a ka kundër abstenim 20. Tu edhe e këshim përfundu duke falenderu për pjesëmarrje për ndihmën. Po, ishtë në Kryetare e Parlament, kërve falje, nuk s'pash. Kur në kryetare? Predvitimit Fakultetit të Edukimit në Tek Mikrovicës, cilët kanë kërku nga senati mundësinë e lerimit të ardhimit të shfrytëzimit të objektit të Universitetit të Mikrovicës për mbajtjen e provimeve edhe të nërku për aktivitetën e shkollës së mundshme, por duke marrë parasysh statutet dhe rregulloria i mundson atyre ndikën të gjatave në përmirësim të fakultetit akademik. Atëherë nëse është e mundshme, kjo autoritet ka ndryshme dhe Sa përgjeni, në mbledhjen e fundit, senati ka marrë vendim të gjithë studentët që takojnë 3 qendrave. Që janë duke studiu në Mitrovicë dhe në Gjilan, dhe që i takojnë Fakultetit Edukimit, Fakultetit Juridik dhe Ekonomik, të transferohen për mbajtjen e provimeve në Universitet Prishtinës, sepse marrëveshja ka paraqur deri në vitin 2015 ata më duhet të shfrytëzu objektet dhe infrastrukturën e përgjithshme në fakultet, tash që janë zëvendosur si universitet. Prandaj këta i kanë dëgjuar ligjëratat si studentë të Universitetit Prishtinës dhe ne nuk ja kemi cënu të drejtën me qenë studentë të Universitetit Prishtinës dhe matutje. Ashtetohem që udhimi i larg për me marrë provime, mirë po realisht ky vendim është nënshkruar dhe është marrë në mbledhjen e fundit të senatit, nëse mendoni jo në ndryshim. Dëshirë dikush? Mirë, atëherë falenderit për bashkëpunim.